Administrata Trump ka shkarkuar generalin Timothy Hawk, drejtorin e Agjencisë për Sigurinë Kombëtare NSA dhe njëkohësisht drejtuesin e komandës kibernetike të SBA-s. Krahas tij, është larguar edhe Wendy Nobel, zëvendës drejtoresha e NSA-s. Ky është një ndryshim i rëndësishëm për inteligjencën amerikane, e cila ka pësuar tronditje të mëdha gjatë muajve të parë të administratës Trump. Sipas mediave amerikane, shkarkimi i Hawk vjen pas një takimi të tij me miliarderin Elon Musk, i cili aktualisht drejton Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë. Takimi u mbajt në selinë e NSA dhe komandës kibernetike, duke ngritur spekulime mbi ndikimin e Musk në ristrukturimin e agjencive të sigurisë. NSA është një nga institucionet më të fuqishme të spionazhit amerikan, duke realizuar operacione inteligjence në të gjithë botën dhe duke ofruar informacione kritike për presidentin dhe këshilltarët e tij. Ndërkohë, komanda kibernetike, e cila u krijua më shumë se një dekadë më parë për të luftuar kërcënimet në hapësirën kibernetike, ka qenë thelbësore në mbrojtjen e interesave amerikane në epokën digjitale. Me këto ndryshime, administrata Trump sinjalizon një qasje të re ndaj inteligjencës dhe sigurisë kibernetike, ndërsa mbetet për tu parë se kush do të marrë drejtimin e këtyre institucioneve kyçe.